fitojmë këtu, marrim atje, marrim atë rrogën, privilegjit e njëra, deri këtu janë domethënë. Dhe gjykoj se nuk do mbajnë nuk kanë se çfarë përgjegjësie të mbajnë në të njëjtën kohë që përgjegjësi më të madhe pastaj do ta ose barrën e përgjegjësisë do ta marrë Berisha i cili me statut normalisht e ka se e ka quajtur dhe Neni Basha atë, por unë jam i qofsha unë i gabuar, nuk e di, po me sa shoh nuk besoj se Berisha do largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike, sepse parti nuk mund ta lej në këtë lloj gjendje dhe në këtë lloj situate, plus pastaj që nuk do bëjnë ndonjë ndryshim të madh edhe sikur Sali Berisha të largohet nga Partia Demokratike. Kjo për një arsye shumë thjeshtë, sepse nuk ka kandidat tjerë. Më thoni për shembull kush mund të jetë kandidat tjetër që do ta zëvendësojë Berisha. Aty nuk prodhohen politikanë. Duhet të ketë politikan brenda partisë që të konkurrojë. Kush do konkurrojë aty? Nga këta. Flamunoga do konkurrojë. Nuk merr as i vot. Gazbari do konkurrojë. Nuk merr as i vot. Josefina Topalli nuk merr as i vot. Kush do konkurrojë? Po marr ata që janë figura brenda partisë. Kush? Alizoti nuk merr asgjë. Nuk merr asgjë. Ata them unë s'merr asgjë. Kush do konkurrojë? Se ka një problem se kush do konkurrojë tash brenda, a ka pas njerëz të cilët kanë vlera dhe kontribute tek këta që janë të zgjedhur deputet, po i marr thjesht deputet, ja, ka figura, s'ka. Atëherë kush do ta drejtojë këtë parti? Dakor, iku Sali Berisha, do e heqim. Do japi dorë heqim, do iki. Kush do ta konkurrojë? Kush? Ata që ishin konkurrent Lul Bashës dhe nuk fituan. Ata kur nuk fituan me Lul Bashën, nuk fituan me Berishën. Por janë edhe të gjithë humbës. Se këta janë vetë humbës. Pra, këtu nuk është se humbi vetëm Berishë. Ta kanë humbë të gjithë. Kush do dali sot që ta konkurrojë? Dhe prandaj thash, tu ka një vdekje politike. Pra, partia ka vdekur politikisht. Dhe kjo vdekje ka ardhur pikërisht sepse ka humbë ideologjin, ka humbë boshtin. Se një herë u shfaq si parti e djathtë, pastaj u shfaq si parti e djathta konservatore, dhe pastaj kaloi në qendër. Tani nuk e di këtë qendër unë se marr vesh. Se ka bërë 3 rezoluta partit e qendrës, europiane, po çuditërisht. Po këta që bërë rezoluta për partinë në mbështetje e Partisë Demokratike, po këta janë ata që vrapuan me vrap. Edhe i bën elozhe, i bën reklamën apo i kthyn kusurin Ramës duke e falenderuar. Pra kjo Europë që ne gjoja e kemi na mbështeti gjatë fushatës e mthehet thash, kjo Europë doli që ditë hënë ata të gjithë ta shkuan ke Rama dhe e uruan. Pra uruan një diktator. Europa e uruan një diktator. Unë nuk e di se si kjo Europë na doli që e pranon ka me fanatizëm ka të madh këtë fitore të brillante të Ramës, a thuti se Rama na ka bërë këtu, domethënë një vend ku ka ike masive apo ka dhe një varfëri totale të popullit. Nuk funksionon shteti, nuk funksionon sepse vetëm të marrësh vetëm rastin e sotshëm, po të vesh në analizë, pa ju fut tjerave, domethënë se ka një mbledhje të BE-s në Shqipëri, paralizohet e gjithë Shqipëria, administrata shtetërore nuk funksionon, gjykatat nuk funksionojnë, trafiku po gjithashtu, pse? Se pas ka një mbledhje. Kjo është diktaturë. Kjo është diktaturë, nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës që ti të bësh administratën shtetërore, ta lesh pushim, të lesh gjykatat, të mbyllësh gjykatat e prokurorit, pse? Se pas ka një mbledhje. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon normal që ai është njeriu më i fuqishëm i vendit dhe s'ka kush e bën. Dhe unë jo pa qëllim ju thoja që ky ka ndërtuar makineri shtypse, ka bërë diktaturën, puna është se nuk hikën me vot. Me vot nuk hikën. Unë në një
jo në një, po në disa emisione ju pata thënë që unë do shtrihem Barkas nëse ky ikën me votë. Unë nuk prisja që ta fitote kaq shumë. Realisht, thash do ketë një mandat ke 70-71, por ky lloj mandati që mori, kjo është katastrofë, domethënë, kjo është fatkeqësia më e madhe që mund të ketë ndodhur këtij kombi. Domethënë, është e njëjta gjë siç kanon 46-ën, kur ai grupi deputetëve i vogël i deputetëve që arriti të fitojë, ai u eliminua brenda vitit pa gjyq, pa gjë, u internu, pushkatu. Sot nuk ka internim me pushkatim, po janë format e tjera të vdes politikisht edhe ngelesh, domethënë kështu. Por përgjithësi nga këta drejtuesit, sidomos drejtuesit politik të qarqe, unë nuk presi do mbajnë një përgjithësi. Do dalin, vetëm do thonë na vodhin, na bëri, nuk ka përgjithësi tjetër. Cila është formula? Po. Nuk ata burra këta dalin e ta dorëzojnë mandatin, thonë, po, urdhro, unë nuk fitova, merre mandatin. Nuk janë nga ata. Këta janë vetëm me fjalë. Nuk janë edhe ashtu burrash. Se po t'ishin të tillë, do kishin bërë fushat tjetër. Këta shohin vetëm sa të lavdroj kush të lavdroj sa më tepër Berisha. Këta janë kamikaz. Nuk janë politikanë. Dhe pastaj dalin dhe fajsojnë popull. E ka fajin popullit. Nuk e ka fajin popullit. Populli doli në votim. Je ti që se merr dot votën e popullit. Nuk më marrë vot populli Flamur Noga. Gazbari nuk merr dot vot. Albana Vokshi nuk merr dot vot. Janë konsumuar. Duhet pranuar totalisht janë konsumuar. Josefina Topalli ngreti parti. I doli kundra Partisë Demokratike. Tashi që e thirrri Sali Berisha, tashi që u bë e mirë. Si u bë ka mirë? Kishte diasporën, si dole në diasporë? I bre dole. Qa janë këta? Pa vdekshëm janë këta. Që do të marrin përfyt i Partisë Demokratike. Asi nga këta nuk është themeluesi i Partisë Demokratike. Asi. E nuk I dhim se ta, se e kanë marrë gjithë peshesh, si që mori Lulbasha, peshesh. Se është Soros që komandon Partinë Demokratike. Nuk e thonë. Është Soros i është mrena Partisë Demokratike, që komandon Partinë Demokratike. Dhe marrëveshja ka qenë me Sorosin. Se thonë marrëveshje fshet. Po, me Sorosin ka qenë marrëveshja. Që Rama të fitonte. Nuk ka marrëveshje tjetër. I ka shtrit tentakulat Sorosi brenda Partisë Demokratike. Sa I kopi që erdhe, ai kopi ishte gjithë I Sorosit ishin. Po kam frikë ta thonë. Se kam frikë se ju I hik poshti. Me spotet e çunit Fari Balliu do fitosh ti. Apo të Besting Musafaj. Me këtë do fitosh. Me ato spotet palavoze. Me ato reklame që dilçin e bëjshin në për Facebook-e. Duke përgjigj. Duke imituar Ramën. Duke shpall ti. Ylli I fushatës. Ai, në Korçë, qa ishte? Që nuk la lafe, pa thonë, ku përdore djathë atë lloj fjalorit? Ku përdore djathë atë fjalorit? Fjalor bastard. Po pse e përdore Ramët? Ta përdore, aq më mirë që e përdore, unë nuk e përdore. I përgjigje me gjë tjetër. Unë I përgjigje me edukatën time. I përgjigje me fjalorin tim. Po jo me atë fjalor.